Kryeministri Edi Rama ishte një ditë më parë në Paris, ku u prit në takim nga presidenti i vendit, Emmanuel Macron. I fundit në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, vlerësoi marrëdhënien mes dy vendeve dhe theksoi bashkëpunimin në disa fusha kryesore. Ndër të tjera, presidenti francez shprehu gjithashtu edhe mbështetjen për rrugën e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian dhe për reformat që vendi po ndërmerr në këtë proces. Moment shumë pozitiv në marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Francës në fushën e inovacionit, arsimit dhe arsimit të lartë, kulturës dhe turizmit, dëshmon në afërsinë tonë. Ne duam t'i japim këtij bashkëpunimi një shtysë të re, duke vazhduar njëkohësisht të forcojmë bashkëpunimin tonë ekonomik dhe në fushën e mbrojtjes. Franca rikonfirmon mbështetjen e saj për integrimin evropian të Shqipërisë dhe për vijimin e reformave të nevojshme për të avancuar në rrugën e saj evropiane, shkruan ndër të tjera Macron. Takimi mes dy liderëve u zhvillua në Pallatin Elysée në Paris. Në qendër të diskutimeve mes dy udhëheqësve ishte tema e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, si dhe për investimet franceze në Shqipëri. Po ashtu bizetimet u fokusuan rreth disa projekteve mes të cilave Liceu i Arshëm francez në Korçë. Vitin e kaluar, kur Macron vizitoi Tiranën, Shqipëria dhe Franca nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi në fushën e energjisë, nënshkruan po ashtu memorandumin e mirëkuptimit ndërmjet Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Franceze për Zhvillim, për krijimin e një projekti gjithëpërfshirës për turizmin e qëndrueshëm në rajonin e Korçës, si dhe deklaratën e bashkëpunimit për planin e veprimit për inovacionin Francë-Shqipëri. Në atë kohë, Macron premtoi se do të jetë krah Shqipërisë sa i takon në rrugëtimit evropian, duke thënë se mbyllja e negociatave deri në vitin 2027 është një realitet e se Franca do të jetë krah nesh në mënyrë që agenda të mbetet në kohën e caktuar.